Mirëmbrëma dhe përshëndetje nderuar shikues. Mirë se keni ardhur në emisionin Ballafaqim, në këtë emision të drejtë për drejtë, të përjashëm që transmetohet në të martën orë 21 në valët e televizionit Apollon. Kryetaria e Bashkisë Patos, Raimonda Balili, do të jetë përballë gazetaritë të televizionit Apollon Enver Shehu dhe specialistit të ekonomisë Vasil Balla në lidhje me diskutimet për buxhetin, për kryen e investimeve, transparencën e përdorimit të fondeve, shërbimet dhe të tjera, si dhe për problematika të cilat janë shumëta si kudo edhe në qytetin e Patosit. Unë falenderoj kryetarin e Bashkisë Patosit, e cila ka pranuar ftesën për të qenë në këtë emision. Mirëmbrëma dhe mirë se ke ardhur në studion televizionit Apollon. Mirëmbrëma dhe faleminderit ju për ftesën. Mirëmbrëma zoti Enver Shehu, mirë se ke ardhur në emision Ballafaqim. Mirëmbrëma zoti Vasil. Mirëmbrëma. Zonja kryetare, cili është modeli ekonomik i qeverisjes tuaj pasi ky model që dhe prioriteti i programit tuaj përpara 2 vjetësh, gjë e cila ju bëri dhe të jeni në krye të Bashkisë Patosit. Cilat janë shtyllët kryesore dhe si realizoni ato? Buxheti i Bashkisë Patosit është i ndërtuar mbi disa programe dhe sigurisht që janë të përfshira ato programe që janë njëkohësisht edhe funksione të vetë bashkisë. Ajo që do të thoja modeli ekonomik është krijimi i burimeve, shtimi i burimeve të financimit të buxhetit të bashkisë dhe përdorimi, rritja e efektivitetit të përdorimit të këtyre burimeve. Ky do të ishte modeli, domethënë ekonomik, ndërsa buxheti vetë i bashkisë sigurisht që ka ato burime të njohura tradicionale, burime i të ardhurave vendore, transferta e pakushtëzuar dhe të tjera që është përpjekja që do të bëj kryetari i bashkisë me stafin e vet për të siguruar të ardhurat të tjera që janë të paplanifikuara. Dhe vonë për të menaxhuar ato në por ajo zbatimit projekte. Ajo që është e rëndësishme është sigurimi i produktivitetit dhe rritja e efektivitetit të përdorimit të këtyre burimeve financiare për të siguruar ato shërbime dhe ato investime për të cilat ka shumë nevojë komuniteti. Kryesisht cilat janë ato që janë më prioritare dhe më nevojtare për komunitetin apo më domosdoshme aktualisht? Ashtu sikurse edhe e thash, buxheti i bashkisë është i ndërtuar mbi bazën e programeve që kanë të bëjnë me programin e shërbimeve sociale, shërbimeve në komunitet, programi i infrastrukturës rrugore, programi i sportit, programi i arsimit dhe kulturës dhe programe të tjera që kanë të bëjnë thash me ato funksione për të cilat bashkia ka përgjegjësinë e saj ligjore për të kryer ndaj komunitetit. Dhe sigurisht se cili nga programet e buxhetit me të cilët ai është ndërtuar ka edhe prioritetet e veta. Janë përcaktuar prioritetet në fushën e infrastrukturës rrugore. Janë përcaktuar prioritete në fushën e shërbimeve publike. Janë përcaktuar prioritete në fushën e arsimit, shëndetësisë, rinisë dhe sporteve. Dhe ato që unë do ta quaja prioritet mbi të gjitha prioritetet, sigurisht është sigurimi i një standardi në infrastrukturën në përgjithësi. Pasi mungesa e infrastrukturës, jo vetëm në bashkinë ku unë drejtoj, por në të gjitha njësitë vendore, është evident dhe ndaj do të vazhdojë ndoshta të jetë prioritet edhe për disa buxhete të tjera rresht. Cili është ndryshimi i vlerës së këtij buxheti krahasuar me një vit më parë dhe shpërndarja sipas planifikimeve tuaja, gjë e cila nuk është arritur aq sa duhet, pasi edhe ne kemi edhe kronikat për këtë. Atëherë, ashtu sikurse ju thash që burimet e një buxhetit janë transferta e pakushtëzuar, të ardhurat vendore dhe në qoftë se do t'i shifnim në har kohor prej 4 vitesh apo 5 vitesh, sigurisht që kanë patur ndryshime të dukshme, qofshin këto transferta e pakushtëzuar, që në fakt nëse do të kishte ndryshim në këtë zë të buxhetit ose në këtë burim të buxheteve vendore, do të kishte përmirësim në rritje ose ndryshim në rritje të këtij zëri. Dhe sigurisht peshën më kryesore të buxheteve të njësive vendore e mbajnë të ardhurat vendore, të cilat në një farë mënyrë ngelen burimet të pandryshueshme deri tani. Por edhe efektet e rënjes ekonomike ose të atyre rreziqeve që po ndihen kudo në ekonomi,
sigurisht që po të ronditen edhe të ardhurat vendore që ndoshta deri në një moment të caktuar kishin një qëndrueshmëri dhe një burim të qëndrueshëm për planifikimin e buxheteve. Transferta e pakushtëzuar ka ardhur gjithmonë duke ulur. Në qoftë se do ta krahasonim atë me të paktën me vitin 2012, ka ulje rreth 5% nëse do ta shikoni në bazë të ligjit për buxhetin e shtetit, transferta duhet të kishte 3 deri në 5% rritje. Por në fakt ka pësuar ulje. Po ta krahasosh me vitin 2012, transferta ka ardhur me 50% ulje për shkak të atij fenomeni që ndodhi ose aktet normativ për shlyerjen e detyrimeve që shoqëritë e ujësillës kanë krijuar ndaj CEZ-it në mënyrë arbitrare u shkurtua transferta e pakushtëzuar. Që në këtë moment duke qenë se qeveria, po për vitin 2012, ndërsa ai tani në këtë moment kur qeveria ndërhyn në taksimin e transfertës pakushtëzuar dhe për përdorimin për qëllime të tjera, atëherë nuk ka më emrin transfert e pakushtëzuar, por është transfert e kushtëzuar, që kushtëzohet nga lart. Dhe fakti që kjo transfert përcaktohet nga qeveria duke përcaktuar qartë me ligj që është i detyrueshëm për të zbatuar nga vendorët, ku 20% duhet jetë për njërin zë, 20% duhet jetë për një zë tjetër, dhe pastaj me veprime të tilla arbitrare, ashtu sikurse e thash, për të shkurtuar transfertën e pakushtëzuar dhe për kalimin në destinacione të tjera, pa marrë mendimin apo pa u konsultuar me pushtetin vendor, qoftë edhe me këshillat bashkiake për të cilat kanë marrë një vendim për shpërndarjen e këtij fondit. Por, çfarë ka ndodhur? Një ulje të ndjeshme me buxheti i Bashkisë së Patosit, sepse po flasim për Bashkinë e Patosit tani, jo për njësitë vendore në përgjithësi, ka pësuar edhe për shkak të mosrealizimit të rentës minerare, e cila për vitin 2011 arriti Bashkia e Patosit ta përfitonte një pjesë, 80% të asaj që është e parashikuar me ligj, ndërsa për vitin 2012 dhe për vitin 2013 ndryshoi forma e shpërndarjes së kësaj takse kombëtare, ku shkrin me formulën e grantit të pakushtëzuar dhe që është vetëm 10% e asaj të cilën ligji për taksat kombëtare na e jep. Po, do pyes një specialist. Akuzoj qeverin për kufizim të transfertës pakushtëzuar. Megjithëse kjo ka të ardhurat e buxhetit të njësisë vendore të cilat mund t'i menaxhojë. Gjë cilën e orienton dhe qeveria përpara se të miratohen buxhetet nëpërmjet udhëzimeve saj. Kam një pyetje në radhë të parë. Siç dihet, tatim taksat të organ vendor janë një pjesë e rëndësishme të ardhurave në përgjithësi për bashkinë. Dua të di dhe si e komentoni si janë realizuar treguesit ekonomik dhe financiar për periudhën e vitit 2012 dhe për 3 muajin e parë të vitit 2013, e para, e dyta. Këto tregues kuptohet që janë bizneset që i realizojnë këto të ardhura. Dua të di që për këto bizneset sa është numri i të regjistruarve, afërsisht të rinj, dhe sa është numri i të larguarve, ose i ka mbyllu aktivitetin, që kanë hapu aktivitetin, numri, dhe i mbylljes aktivitetit. Edhe do më thanë, si është ky rezultat? E thash dhe më parë, peshën kryesore të buxhetit të njësive vendore e mbajnë të ardhurat vendore. Të ardhurat vendore janë të ardhurat e brendshme që sigurohen sigurisht nga pjesa më e madhe sigurohet nga biznesi vendas dhe një pjesë nga popullata. Sipas një pakete fiskale e cila është e miratuar për vitin 2012-2013 nuk ka patur ndryshime në tarifat vendore për shkak të ardhjes ose për shkak të politikave fiskale që ka përdorur bashkia për t'i ardhur ndihmë bizneseve dhe zhvillimit të tij. Pasi 356 është numri i biznesit të vogël në Patos dhe 60 biznesi i madh.
janë biznese të karakterit më shumë do të quaja unë familjar, se sa biznese të quajtura të mirëfillta, dhe pse ne i kategorizojmë për shkak të ligjit në bizneset vogla dhe bizneset të mëdha. Edhe bizneset të mëdha, 60 numri njësive të bizneset të mëdha janë bizneset të karakterit karburant, restorante dhe një linjë prodhimi dhe pas një biznes ndërtimi që është të karakterit prodhues dhe shërbimit. Por që janë shumë të pakta në krahasim me atë çfarë ka nevojë buxheti i Bashkisë së Patosit. Sigurisht që mbi bazën e këtij planifikimi ne arrim të realizojmë planifikimin. Për vitin 2012 nga 100, planifikimi me faktin është realizuar ose të kaluar 4%. Do të thënë është realizuar 104%. 104%. Të ardhurat. Të ardhurat vendore. Po. Nga 79 milion janë realizuar 80. Do të rritën dhe investimet për këtë të ardhur. Se ju e parashikoni si krizë. Po flasim ose e shpreh si pozitë të vështirë Bashkinë Patos në lidhje me të ardhurat e krijuara nga biznesi kryesisht si baza kryesore, duke fajsuar dhe qeverinë për ta përmbyllur me një krizë. Jemi të qartë dhe të kemi një mendim ekonomik, se po flasim për mendim ekonomik dhe për një model ekonomik. Në qoftë se flasim 80 milion lekë të ardhurat vendore, kjo nuk do të thotë që kërkesat e atij komuniteti janë 80 milion lekë. Bile buxheti i Bashkisë së Patosit, përdorimin e tyre, buxheti i Bashkisë së Patosit nuk është 80 milion lekë, është 226 milion lekë, duke futur transfertën e pakushtozuar dhe të ardhurat vendore. Dhe përsëri, unë po ju them, nuk është i mjaftueshëm për të përballuar të gjitha kërkesat që ka i komunitet në infrastrukturë dhe në shërbime. Dhe, ta mbaroj logjikën, derisa e nisa për pyetjen e zotërisë, shpërndarja e të ardhurave vendore është shpërndarë në gjithë vit. Nuk ka shumë rëndësi se sa është planifikimi tremëjori dhe sa është realizuar, sepse lufta jonë është gjatë gjithë vitit për të realizuar ato të ardhura. Bile planifikimi i vitit të 2013 në të ardhura vendore është rreth 10% më i lartë se plani i vitit 2012. Për shkak të këtij realizimi që ne siguruam për vitin 2012, planifikuam një rritje, por jo rritje nga rritja e tarifave, por shfrytëzimi më i mirë i burimeve të brendshme. Pastaj, se si është bërë shpërndarja, nëse do të flasim tani përpara pyetjeve të menaxhimit, jo ka një për menaxhimin ose për pjesën që quhet shpenzimet, sepse jemi tani duke folur për burimet e të ardhurave që ka një buxhet vendor ose buxheti i Bashkisë së Patosit. Dhe folëm për grantin e pakushtëzuar, kur thamë që ka ndërhyrje të qeverisë, unë nuk po akuzoj qeverinë, por paraqes një realitet të ndodhur. Se akuzoj, po ju thatë ka vendor në transfertën e pakushtëzuar. Po sigurisht zotëri, po ju them që granti i pakushtëzuar me shkres nga qeveria ka ardhur 80 milion dhe në fakt është realizuar 56 milion për vitin 2012 dhe janë tërhequr në mënyrë ultimative, pa u konsultuar me pushtetet vendore dhe këshillat vendore, 24 milion për të shlyer energjinë elektrike ndaj Cezit që kishin krijuar debitet e shoqërive të ujësjellës kanalizimet, po ujësjellës është për Bashkinë e Patosit, sepse janë të ndara kanalizimet. Po, ujësjellës ishte në varësi tuaj. Shoqëria aksionere nuk është në varësi të buxhetit. Nuk është në varësi. Varësia janë kur mbulohen nga buxheti i bashkisë. Ujësjellsat janë shoqëri aksionere. Jeni pjesëtar, aksioner. Jeni aksioner më i madh se Patosit është aksioner, 54.7% të aksioneve, por që në fakt transferta e aseteve nuk ka ndodhur. Po. Nga qeveria. Atëre, zonja Beleli, ishte kënaqësi që jemi së bashku sot tu, një kryetare bashkie në qarkun e Fierit, shumë të rralla kryetare bashkie në shkallë republike, që tregon edhe emancipimin e një vendi. Me sa duket Patosi ju kanë besuar për një program, juve thatë model, një model ekonomik, nuk e di kush është modeli, se to është model, do thotë diçka e veçantë. Po unë doja të komunikoni me shikuesit, cilat kanë qenë premtimet tuaja në fushën e menaxhimit ekonomik të bashkisë, menaxhimit të bashkisë. Çfarë keni
ju thatë prioritetet, por për çfarë ju kam besuar juve elektorati dhe çfarë është realizuar në këto 3 vite, sa 2 vjet. 2 vjet, në këto 2 vite që ju në zgjidhjet e bashkia. Premtimet dhe realizimi. Duke qenë se jemi në një fushat elektorale, ju përfaqësoni edhe një koalicion apo jeni pjesë të një koalicioni, mase do të ishte në interes të shikuesve edhe qytetarëve që të dinë pak më thjesht, t'i lëmë rentat, t'i lëmë ato transfertat, që ata s'po kuptojnë që fare, nga transferta nga rentat. Kjo është një terminologji ekonomistësh që mirë është që të flitet dhe me këtë terminologji, po do të thosha të komunikosh me qytetarin e Patosit, e ti thuash, unë kam premtuar fillimisht, kam dalë me këtë program para elektoratit. Nga ky program kam realizuar 1, 2, 3 dhe kam ambicje. Jam i sigurt që keni ambicje, zonja Valeri. Pak të sa ju kemi ndjekur. Për para se të kthesh pyetja shumë e specifikuar dhe shumë profesionale, kishim një mesazh nga një qytetar Patosit që thotë vetëm 2 orë lagja Mustafa Maturidi vjen vetëm 2 herë në muaj ujë. Ke inserte, nëse ke inserte, mund të dëgjojmë inserte, zoti. Nuk ka probleme me furnizim me ujë të pishëm, ne kemi dhe kronikën e përgatitur. Kolegu, nëse ke inserte para se për ishte mesazhi i një qytetari që pasi mund të vetëm 2 herë në muaj thotë kemi ujë. Apo 2 orë në muaj. Po, në lidhje me po mund të përgjigjesh një herë mesazhin? 2 herë në muaj ujë thotë. 7 ditë pa ujë thotë. Po. Etike, probleme etike. Është jo etike, por është alarmante. Gjendja e mësuesit të Patosit. Po. Sos do. Mos ketë ujë. Ju jeni të informuar në lidhje me këtë problem. Tani do mblini mua të flas apo do të vazhdoni të kemi për pyetje të nga pa marrë asnjë përgjigje, se po bëni pyetje pa marrë asnjë përgjigje. Kështu që më lejoni mua që të jap informacionin, më lejoni mua që të jap informacionin dhe të ngrejmë nivelin e bisedës, të ngrejmë nivelin e bisedës. Po. Atëherë. Gjendja e ujësjellësit të Patosit nuk e kam thënë sot publikisht, por që në ditën time të parë dhe deri sot dhe do vazhdoj ta bëj, është alarmante. Është një nga shërbimet utilitare më të domosdoshme që sigurohet komunitetit, por fakti që jo gjithçka është në dorë të Bashkisë së Patosit do kuptuar dhe do ndarë gjëra. Qytetari më kupton sepse unë jam për ditë me të dhe jam duke dhënë gjithë informacionin e duhur dhe gjithë përpjekjen që bëj unë për të siguruar të paktën ujin, jo ujë premtuar, sepse po të flasim për premtime, sigurisht që nuk ja kam. Unë jam ekonomiste dhe jam racionale në premtime, por dhe për kaq sa kam premtuar, ato qytetarë më kanë besuar që më ka dhënë votë. Uji është një problem i cili u thash nuk varet vetëm nga Bashkia e Patosit, por nga mbështetja financiare e qeverisë. Ujësjellësi i Patosit është ndërtuar përpara 60 vitesh. Dhe përveç se një investimi që mund të flitet për vitin 2000, ndoshta më parë, që është bërë një pjesë e rikonstruksionit të rrjetit kryesor, nuk është menduar se sa afat gjatë është ai burim, sa alternativë ose alternativa të tjera për të siguruar ujin e qytetit të Patosit. Por tani më unë i kam bërë prezente këto probleme edhe te kryeministri shqiptar, edhe drejtorisë përgjithshme të ujësjelljes kanalizimeve, për shkaqet që ndodhin, që kanë të bëjnë me burimin natyror. Sepse këtu nuk është problemi se ka menaxhim, keq menaxhim, apo të ndonjë ndikimi tjetër, të ndonjë faktori tjetër. Është thjesht rikonstruksioni, ose mungesa e investimit në ujësjellës, amortizimit e iskajshëm i rrjetit të brendshëm dhe i rrjetit kryesor të furnizimit me ujë dhe njëkohësisht paksimet në burim. Për cilat unë ju thash jo një herë, po 3 apo 4 letra i kam dërguar kryeministrit për një reagim, pasi vetëm në maj të 2011-s ka filluar ndërprerja e asaj mbështetje që qeveria ka dhënë për ujësjellësat, ku subvencionin e energjisë elektrike e kishte 100% shteti, por njëkohësisht dhe një pjesë të sigurimeve shoqërore dhe të
sigurime shoqërore më duket edhe të klorit, klorifikimit. Ndërsa tani kjo shprerë dhe ndaj vinë dhe paksimet e grantit për shkak të këtyre detyrimeve dhe biteve që krijon ujësjellsi. Por përveç se këtij problemi ose këtij faktori që ndikon në mosfurnizimin e rregullisht dhe normal të qytetarëve me ujë, që tham amortizimi të iskajshëm i rrjetit shpërndarjes ujësjellsit, amortizimi i të iskajshëm i atyre elektropompave që punojnë në Varibop, kjo shoqëri nuk mund të përballojë dhe shpenzimet për pagat e punojësve, kur kanë 6 deri në 7 muaj të pamarr pagat punojësit që punojnë në atë shoqëri. 10 muaj thot në një mesazh të 7 muaj, 6 deri në 7 muaj, jo 10 muaj, sepse unë po flas në bazë reale. Ka problem. Nuk kanë arritur të marrin pagat për shkak se niveli i sigurimit të ardhurave në atë shoqëri për shkak edhe të mosfurnizimit me ujë ka edhe pengesat e vet. Rreth 2.3 milion lek grumbullohen në shoqërinë e ujësjellsit, të cilat këto janë të mjaftueshme vetëm për të siguruar atë mirëmbajtjen që mund të sigurojnë 2.3 milion lek. Dhe kur arrihen rezerva, pastaj fillon shpërndarja e pagave të prapambetura, duke ardhur deri në nga 10 muaj, siç tha Besniku, deri në 6 apo 7 muaj. Po mirë, kujt ja kërkoni ju? Kush është pronari i shoqërisë ujësjellse? Ai është Këshilli Bashkiak. Po, Këshilli Bashkiak është me letra. Po, në letra, po është realisht Këshilli Bashkiak. Të lutem. Energjia elektrike, sepse ujësjellsi i Patosit është me 3 ngritje elektrike, 20 km larg burimi, ku fatura e energjisë elektrike shkon deri në 10 milion lekë të reja në muaj. Dhe në qoftë se do të llogarisim vetëm energjinë elektrike për gjithë vitin, është i barabartë me buxhetin e bashkisë. Pa kryer asnjë lloj shpenzimi tjetër. Vetëm energjia elektrike, mos funksiononte administrat, mos funksionon i shërbime, mos funksiononte absolutisht investime jo se jo, pra asnjë gjë të bashkia të grumbullonte të ardhura vetëm për të likuiduar energjinë elektrike të ujësjellsit. Sipas kësaj logjike do të ketë përmirësim situatës. Po, sigurisht. Nëse nuk do të ketë ndërhyrje të qeverisë qendrore, nuk do të ketë. Është bërë problem në organin legislative deri në parlament. Po, patjetër. Deputetë, kanë ngritur deputet socialistë paktën. Po, patjetër që është ngritur. Bile edhe mënyra e kalimit të shoqërive aksionere e para një herë që nuk është bërë në konsultim. Sepse i kalon një funksion qeverisë vendore sipas dhe kartës europiane të vetë qeverisës vendore, por dhe ligjit funksional të qeverisës vendore, i kalon një funksion, një kompetencë, duke u konsultuar me pushtetet vendore dhe duke u shoqëruar mbështetjen financiare. Pra, qeveria qendrore këtë detyrë ka, sepse qeveria vendore është qeveria më pranë komunitetit. Atëherë, detyra e qeverisë qendrore është të sigurojë mbështetje financiare qeverisë vendore për të siguruar të gjithë ushtrimin e kompetencave dhe funksioneve të veta më pranë qytetarit. Do të thotë s'ka zgjidhje ujin Patos. Patosi do ketë zgjidhje vetëm kur të financohet rikonstruksioni i rrjetit të brendshëm. Ne kemi bërë studimin deri tani. Studimin që është i motivuar dhe iniciuar nga unë për shkak të atij detyrimi që kam ndaj qytetarit, se tham jam unë niveli i qeverisjes më pranë komunitetit. Unë ja di hallin qytetarit se sa herë i vete ujë dhe çfarë vështirësi të tjera ka, qofshin këto të ujit apo të gjitha shërbimeve të tjera që ka detyrë të japi bashkia. Dhe nuk është qeveria qendrore, dhe sigurisht përballë kësaj gjendje dhe këtyre kërkesave të komunitetit, unë nuk kam ndojtur duar kryq së bashku me gjithë administratën time, dhe në këtë fazë kemi përfunduar studimin për një burim alternativ, se sigurisht që gjendja është kjo që unë ju paraqita. Ky burim nuk ju siguron qytetarëve të Patosit me rritjen që ka pësuar popullsia, nuk ju siguron furnizimin me ujë. Përveç se edhe burimet nuk janë të pashteshme, janë gjëra subjektive, ato janë burime nëntokësore, por nuk ka patur një studim të mirëfillt ku të tregonte derisa afatgjatë do të ishte ky burim dhe që të mos të përplaseshim sot në sos kur thatë ju. Pra është një gjendje sos. Mos të përplaseshim në qoftë se nuk do kishim një strategji se si dhe sa
Ky burim do të siguronte qytetarëve të Patosit furnizimin me ujë. Niveli argëtimeve, si paraqit niveli argëtime nga individet? Se edhe kjo është një rëndësie veçantë për plotësimin e kadrave. Funksion të mirëmbajtjes së rrjetit. 8.000 familje që ka qyteti Patosit, 4.000 janë ato që futen në sistemin e argëtimeve. Por kur qytetari nuk merr ujë. Çfarë detyrimi ka të bëj pagesë? Pavarësisht se ndërmarrja do bëj punën e vet, ajo është një shoqëri aksionere që do të luftojë me të gjitha mënyrat për të siguruar dhe nivelin e argëtimeve, pasi të gjitha këto i vjen atyre në kurrizë për të përballuar qofshin mirëmbajtjen e zakonshme, qofshin për të shlyer detyrimet. Megjithatë, isha duke thonë që unë dhe bashkia që unë drejtoj nuk kam ndonjë të duar kryq përballë kësaj situate. Qoftë vera që kaluam, qofshin këto edhe me disa si të thuash masa që ndoshta nuk kanë kuptim në vitin 2013 për të çuar botin me furnizim me ujë qytetarëve, por gjithsesi janë mënyra për të përdorur për të shmangur ose për të zbutur një çika të gjendje që të krijon vera si stin, por edhe mungesa e ujit në qytetin e Patosit. Sigurisht ka problematik, më shumë problematik është rrersi, është Mustafa Matohiti, se mora shkas nga titrat që po lexoja, dhe njëkohësisht dhe fundoret e lagjes e qytetit të Patosit, siç është fundorja 29 marsit, dy bloqet e informale të lagjes 29 marsit të lagjes së re, janë me po të njëjtat problematika ashtu sikurse edhe në Rrerës dhe në Mustafa Matohitin, kur uji ka mungesa të theksuara. Një në 8 ditë, një në 10 ditë shkon uji. Zonja Balili, juve akuzuat edhe qeverinë për ta përfundoja unë problemin e ujësirës. Jo, po të zgjatemi kështu me është zgjatë. Këto gjëra është shkurt. Ju jeni kryetar e bashkie, nëse një qeveri pengon apo nuk ndihmon që njerëzit marrin ujë, se deklaratë e kryeministit 24 orë ujë non stop do furnizon plazhet. Ju keni të drejtën ligjore, ju keni të drejtën, keni moralin, ju keni mbështetjen e gjithë qytetarëve të akuzoni qeverinë me gjyq, jo me mohabete mediash. Nëse është kështu, ky është një problemi më jetik që përjeton një popull në Patos në mungesë të ujit. Edhe ju, atëre nga uji fillon jeta e njeriu. Uji, ajër, janë 3 elemente, jo, uji, drita, ajri. Elementet flaskoje etike, papir, ujës, jeton njeriu. Prandaj do të thosha, më fal që po drejtohem. Unë isha duke dhënë informacione se çfarë politike ka bërë bashkia për të politika është zgjidhje. Dhe do të shkojë drejt një zgjidhje. Politika është zgjidhje. Absolutisht do shkojë drejt një zgjidhje. Çdo e dëgjoj se çfarë bëhet. Atëherë përderisa kjo qeveri nuk është përgjigjur të gjitha qofshin edhe ato negative, por qeveria të marrë të paktën iniciativën atyre shkresave pafund që bashkia i ka nisur, të marrë iniciativën të reagoj me një përgjigje qoftë edhe kështu, e thonë kështu. Ujësjellsi është kompetenca juaj dhe bëni ju çfarë të doni. Qofsh dhe kështu të ishte reagimi ndaj këtyre shkresave që ju kemi dërguar. Por dhe drejtorisë së përgjithshme të ujësjellsit, ku ne ju kemi dërguar shkresa pafund për një problem që ndodhi verën e kaluar për një shije jo të mirë të ujit, të cilët drejtoria e shëndetit publik në Fier dhe në Tiranë nxorën raportet e tyre për mos konsumim të këtij ujit për pirë, por përdorim komunal, dhe nuk pati reagimin më minimal që të vinin të shikonin se si është gjendja e ujit të Patosit. Atëherë, unë si kryetare e bashkie nuk mund të bëhem zoti. Zoti edi. Unë nuk mund të bëhem zoti, po sigurisht unë jam zoti për të qenë në krah, të lutem. Tani mos ta devijojmë, unë nuk mund të bëhem zoti, do të di shumë mirë dhe ti dhe unë, ëh. Jo, ato janë shoqëri aksionere dhe menaxhohen nga ju. Ju jeni kompetent, ka mirë gazetari sheu. Ti je në krye. Çfarë kërkon qeverisja, ai ta ka lënë kompetencat. E një ligjin për pushtetin vendor ti? Po e një ligjin funksionimit të organizimit për pushtetin vendor. Po ju qeveria e kanë nënshkruar? Shikoj, nuk mund ta akuzoj qeveria se s'ka ujë në Patos. Pasi qeveria... Kjo shumë gabim, shoqëria aksionere nuk financon... Po ju çfarë keni bërë? Unë ju thash pak më parë, Këshilli Bashkiak është pronar. Ju jeni ekzekutivi shoqëria aksionere, të kuptojmë tani, mos ta thash të ngrim çik nivelin e bisedës. Në qoftë se po flasim tani për politikë, hajde po ju politikë dhe t'ju them.
Unë pres financimin e ujësjesit për Partia Socialiste të vinë pushtet. E drejton Partia Socialiste dhe ujësjesit dhe Bashkim Jo, pra Patos. nuk e... Kërkon dhe qeverisje kryesore që ta rregullon situatën e Këshilli ujësjesit. Bashkiak nuk është i Partisë Socialiste dhe Këshilli Bashkiak le të prononcohet për këtë, duke qenë se është pronar i aksioneve të Do të ju i shmangeni kësaj. Okej. Por, edhe njëherë po ju them, kam nis letra pa fund qeverisë, le të reagoj qeveria dhe ndaj kësaj që po them. Unë po e bëj publike, unë nuk po e them në një bisedë kafenesh, e kam bërë dhe po e bëj publike që qeverisë i kam dërguar mbështetje, i kam kërkuar mbështetje për ujësjellsin e Patosit që është i vetmi në të gjithë Republikën me një kosto për 110 milion lekë të vjetra në muaj vetë shpenzimi i energjisë konstruksione elektrike. që ka me 3 Për shkak të 20 kilometrave larg burimit dhe për shkak të amortizimit të tejskajshëm të gjithë infrastrukturës në ujësjellës. Problemi tjera menaxhimi dhe Nuk e lejon ligji dhe ligji i transferimit të aksioneve nuk e lejon ligji për të bërë financime në ujësjellës, por për të qenë sot i atyre aseteve për të shfrytzuar. Zoti Sulejmani, mendoj mos ndalemi vetëm te uji. Kjo u mor vesh për jejësia, me sa duket do presin qytetarët e Patosit. Do kalojmë te një pikë Me tjetër. qytetarët e Patosit janë shumë për ditë duke kthyer përgjigjen dhe jam unë për të Jemi studi, po edhe ne kemi të drejtë kërkojmë. Do kalojmë në një pikë tjetër. Që ta kuptoni se kush janë kompetencat. Ne bëjmë Po ja e kuptojmë o zoja kryetare, ke 2 vjet që ne kemi kaluar disa kryetarë. s'ka E problem. dimë pak a shumë. Jo, nuk është kjo. Mendoj se nuk e dimë ne këtë. Unë bëra një pyetje, se si funksionon dhe si organizohet qeverisja vendore dhe kompetencat. Po ne do të kalojmë te shërbimet, e pasi edhe një mesazh ishte i tillë. Po përpara se të kthejmë përgjigjen e mesazhit, do të ndjekim 2 kronika të përgatitura në lidhje me shërbimet që kanë të bëjnë me mungesën e infrastrukturës rrugore në lagjen Banaj dhe kanalizimeve të ujrave të zeza në lagjen e re në qendër të qytetit Patosit, në zemër të qytetit Patosit. Ndjekim kronika dhe rikthehemi për diskutuar në studio. Banorët e lagjes së re në Patos vuajnë mungesën e kanalizimeve të ujrave të zeza. Megjithëse jemi lagje në zemër të qytetit, kanë munguar investimet nga Bashkia e Patosit për ndërtimin e rrjetit kanalizimeve të ujrave të zeza për banorët, të cilët janë të rrezikuar nga shkarkimi i tyre në kanale të ujrave të bardha në rrugët e lagjeve të tjerë. Ndihemi të kërcënuar nga sëmundshmëria, madje edhe nga epidemitë, janë shprehur banorët e lagjes së re të Patosit, sipas të cilëve ata janë lënë në arrest të plot nga pushteti lokal. Nuk ka kanalizime kjo lagje këte, ka vetëm një pjesë këti përpara, pjesa këti mbrapa jo. Ka një behar, po vjen, po në prapë këtu, edhe këto janë bërë një pjesë kanalizime, po pjesa tjetër që është kryesorja këte nga krakte nga Armanta, nuk ka. Ku ish ka koni? Ngelen këshu në moçale këte. Duhet kanalizuar, se nuk duhet ngelur këshu rrugëve, se këto tash i verë është, epidemia po bie gjithmonë. Ne kemi ngritë dhe më përpara, se bëbë nga 20 vjetë këtu. Prapë se prapë. Për 40 vjet s'ka pas investim, ha? Jo, si vjetë kanë bërë pak të kanalizime këtu përpara, nga pjesa e parë, nga pjesa e mbrapsme shkarkohen gjithë. Kanalizimet poshtë janë të pabëra. Tani behar vjen, fëmijët janë, duan të lozin, vjen me nderera banjera, pislëk. Dhe duan që të bëj të pamundrën, t'i rregulloj. Taksat vendore i paguajmë rregullisht për mungoj shërbimet për komunitetin e kësaj zone, nga ata që gjithmonë premtojnë por asnjëherë nuk i bëjnë realitet ato, kanë theksuar të pashpes banorët e lagjes së re edhe për këtë sezon veror. Sipas tyre mungojnë edhe mundësitë konkrete për ndërtimin e skemës së KUZ-s, ashtu si edhe në vitet e mparshme, pa i dalluar ato nga njëri tjetrit për shërbimet që pushteti vendor kryen për komunitetin e tij, janë shprehur banorët. Banorët e lagjes Banaj në qytetin e Patosit vuajnë mungesën e infrastrukturës rrugore. Sipas tyre për rrugët kryesore dhe ato të brendshme të lagjes, të dëmtuara deri në mosfunksionim, nuk janë kryer investime për mirëmbajtje dhe rikonstruksion që nga koha e ndërtimit të tyre, e cila sipas banorëve i përket sistemit të mparshëm politik. Bashkia e Patosit ka qëndruar indiferente ndaj kërkesave të erpaseshme të komunitetit të kësaj lagjeje, të cilët vuajnë pasojat kryesisht në rastet e nevojave për ndihmë mjekësore arsimore të tjerë. Ka kaq vite që nuk është rregulluar. Edhe në bashki jemi hankuar në të gjitha, asnjë nuk ka marrë. I dërgoj ajo e bashkisë punëtorë të saj, një ditë këtu, se që ben, asgjë s'ben të keqen. Atëre në shi
të qojnë dorë, se edhe neve halexin, vjen një makinë, një sëmunde, një tujtë tu, neve ne ngrem në krah e ndhirëm atje poqë. Pushteti lokal as kujtohet asnjëherë këtë vit veri dorë në këtë rrugë për këtë popull, që ne ja kemi dhënë votën. Ja kemi dhënë. Doni, edhe ja shikoj kjo vet duket se si është rruga. Nuk ka as për të bërë komente as për të bërë ashtu. Ne edhe këtë që kemi shtruar me forcat tona. Te ne pushteti lokal vetëm kur kërkon votat vjen kryetarja. I bën simbas partisë. Dhe bën këtë do qefi. Kështu që këto rrugë kryesore këtë lartje duhet bërë patjetër të lëmë bazë dore për rrugët për këto lagjet e lartë. Nuk i shikoj një i fare. Për problemin e banorëve të lagjes Banaj, kryetaria e bashkisë Patos Raimonda Balili shpreh se fondet e pamjaftueshme të bashkisë, si dhe mosplotësimi i kritereve, ka penguar kryen e investimeve në këtë lagje. Rruga për të cilën ju po më flisni, është një rrugë, një segment rrugor që është në periferi të lagjes së Rerës dhe që bashkon dy lagje, lagjen Rerës me lagjen Banaj, është më shumë. Mi rikthyer në studio kemi parë dy kronika të përgatitura për kryen e investimeve në infrastrukturë dhe kanalizimin në lagjet e qytetit Patosit, madje njëra prej tyre është në qendër, në zemër të qytetit, ku mungojnë kanalizimet e ujit zezë, ato shkarkojnë gjendën të lirë në rrugë dhe kudo që gjenë rrugdalje, si edhe mungesa e infrastrukturës rrugojnë lagjen Banaj. Zonja kryetare, janë lagjet e qytetit Patosit, janë taksapaguesit tuaj dhe janë pa shërbime. Bashkia e Patosit përveç qytetit ka edhe 7 periferi që janë zona të banuara, por janë jurisdiksion i Bashkisë Patos që mund të quhet edhe zona rurale e Bashkisë Patosit. Jo vetëm në ato që dhatë ju kronika, ka mungesa të pa llogaritshme për mungesën e kanalizimit të ujrave të zeza, për mungesën e infrastrukturës të rrugëve dhe shërbime të tjera. Absolutisht po. Këtë e thash edhe në fillim të fjalës time. Buxheti i bashkisë, çfarë do lloj qofshin burimet që unë i saktësova më parë, asnjëherë nuk janë të mjaftueshme për të përballuar të gjitha kërkesat që kanë komunitetet tona. Dhe ndaj dhe e theksova dhe në fillim, edhe disa buxhete rresht do të vazhdojnë të kenë prioritetin kryesor infrastrukturën. Ka mungesë të kanalizimeve të ujrave të zeza në qytet, ka mungesë të kanalizimeve të ujrave të zeza në fshat, ka mungesë të rrugëve në qytet, ka mungesë të rrugëve në fshat, ka mungesa të tjera të shërbimeve që bashkia i afron komunitetit për shkak të këtyre buxheteve të pamjaftueshme që kanë në dispozicion njësitë vendore. Bashkia e Patosit për vitin 2012, si asnjë nga vitet duke llogaritur të paktën brenda një 5 vjeçari, asnjëherë nuk ka patur një buxhet të mjaftueshëm për të asnjëherë nuk ka patur një buxhet prej 285 milion lekësh, sa që kishte për vitin 2012, për shkak të asaj rente që ne trashëguam nga viti 2011. Dhe për vitin 2012, bashkia ka adresuar 40% të buxhetit në investime lokale. Dhe për vitin 2012, bashkia është hedhur në 10 objekte investime, ku ka siguruar 3.6 km rrugë të shtruar sipas standardeve dhe jo rrugë për të shtuar kilometrazh. Për statistikë. Atëherë, janë 2 rrugë në lagjen Dukas. Rruga Sotir Xoxa dhe rruga Dhori Tanaka, ku njëra është 1.4 km dhe njëra është 1.1 km, ku janë me të gjitha parametrat, asfaltobeton, shtrija e kanalizimit të ujrave të zeza në gjithë gjatësinë e këtyre segmenteve rrugore, me trotuar, me ndriçim, me gjelbërim dhe me shtrirjen e rrjetit të ujësjellësit. Gjë që standardet e tilla janë në përfundim. Njëra sapo ka dorëzuar dosjen e përfundimit të punimeve, rruga Sotir Xoxa, 1.4 km. Më duket gazetari juaj keni qenë. Po, është kronika e përgatitur, do ta ndjekim pas pak. Rruga Dhori Tanaka është në fazat përfundimtare. Është rruga që lidh Dukasin me Kuqarin, ndërsa rruga tjetër është rruga që lidh Patosin me komunën e Zharzës.
dhe janë dy segmente rrugore, jo vetëm që plotësojnë standardet, por kënaqen interesat e më shumë qytetarëve, jo vetëm të Bashkisë së Patosit, por ndoshta edhe një pjesë të komunitetit të Zhanxës, ku ata arrin të sjellin në mënyrën më të shpejtë dhe më kosto më të ulët produktin e tyre për ta tregtuar në Patos. Po kështu, është shtruar rruga në lagjen e re, që është quajtur në fakt rruga vazhdimi për Banaj, por që nuk i përket Banaj, është në vazhdim të rrugës Çamëria, që i përket bllokut Çam, 350 metër linear, dhe kjo me të njëjtat parametra, ashtu si kurse dy rrugët e mëparshme, që siguron jo vetëm shtrimin e infrastrukturës rrugore, por shtrirjen e kanalizimit të ujrave të zeza, të rrjetit të ujësjellësit, të ndriçimit dhe të trotuarit dhe të gjelbërimit. Po kështu, në lagjen e re, rruga e Ish Vajgurit, i themi në Patos dhe kështu komuniteti im do të më kuptoj më mirë, prej 350 metër linear, e shtruar me të njëjtat parametra, me asfalt dhe beton dhe me të gjitha treguesit e tjerë. Po kështu, në lagjen e re, një rrugë tjetër e shtruar me ndërmarrjen tonë komunale, me rër bituminoze, ka përfunduar rrugë 550 metër linear në lagjen 29 Marsi, me asfalt dhe beton me të gjitha parametrat ashtu si kurse unë i përmenda, për të mos qenë përsëritur, dhe njëkohësisht kanë përfunduar 3 lulishte që rritin gjelbërimit, por njëkohësisht kanë kthyer qytetarëve hapësirat midis pallateve. Një lulishte në lagjen Naftëtari, pranë stadiumit Alush Noga, një lulishte në lagjen 29 Marsi në Unaz dhe një lulishte në lagjen e re pranë rrugës Enrico Vejsi. Po kështu, një objekt tjetër ka qenë muri mbajtës në rrugën kryesore të Fierit, dhe krijimi i parcelave të reja në Varreze. Po, ne do të ndjekim kronikën e përgatitur për rrugën në cilën e përmendi kryetari i Bashkisë, pasi Televizion Apollon nuk pasionon vetëm anën problemore, pra negative, por ato pozitive, dhe do të rikthehemi të diskutojmë për ato investime që ka nevojë për të kryer. Shpresoj të javi përgjigje. Po shkon drejt përfundimit rikonstruksioni i rrugës kryesore të lagjes Dukas në Patos, e cila lidh këtë qytet me aksin kombëtar Fier-Berat, 3 herë më të shkurtër në distancë, një herësh edhe në kohë, si dhe afron banorët me institucione shtetërore për shërbime, nxënësit me shkollat e qytetit, fermerët me tregun e të tjerë. Banorët vlerësojnë këtë investim me rëndësi etike për komunitetin e zonës, si të parin në më shumë se 2 dekada të demokracisë, si dhe të vetmin për nga cilësia, e cila e bën këtë rrugë që të plotësoj jo vetëm karakterin funksional, por edhe atë estetik të kodrës së banuar të Dukasit, si dhe të fushave të pjellore dhe të begatat të fermerëve të kësaj zone. Ka qenë rrugë mizerje, mirë po tani me jel ka bërë një rrugë shumë të shkëlqyer me parametrat kohore me jel. Çdo gjë bërë shumë e sakët, kjo lidh shumë zona me jel duke filluar. Po janë vlerësime për investimin që sapo tha kryetaria, që është shumë i rëndësishëm për komunitetin e qytetit Patosit. Po, zoti Shoh. Po. Unë bëra një pyetje zonja Belili dhe pres që në kuadrin e premtimeve që keni bërë ju, kur jeni zgjedhur, u kanë besuar për elektorati, çfarë është realizuar dhe çfarë mendoni ju që të realizoni në kohën që ju ka mbetur, ambicet tuaja? Atëre, premtimet e mia elektorale janë premtime të cilat kanë të bëjnë me funksionalitetit të njësisë së pushtetit vendor dhe që kanë të bëjnë me rritjen e gamës së shërbimeve, rritjen e cilësisë shërbimeve dhe investimin në infrastrukturë. Sigurisht që unë jo vetëm për 2 vjet bëj analizë, por bëj analizë edhe her pas here të çdo lloj buxheti, të çdo lloj apo një periudhe më të shkurtër, se çfarë është premtuar dhe çfarë është arritur ndaj atij komunitetit. Sigurisht çfarë është arritur me buxhetin e vitit 2012 kalonin edhe pritshmëritë e mia të premtimeve. Sepse të shtrosh brenda një viti 3.6 km rrugë kur nuk janë shtruar më parë, sigurisht që i kalon pritshmëritë. Por njëkohësisht është rritur edhe cilësia e shërbimeve dhe këto janë të dukshme. Është rritur edhe gama e shërbimeve dhe këto janë të dukshme. Por njëkohësisht me ndërmarrjen tonë komunale të cilët ne e kemi një si varse dhe kemi dashur që të vëmë në funksionalitet dhe të rritim efektivitetin e shpenzimeve, që është një nga premtimet e mia si ekonomiste. Rritja e efektivitetit të shpenzimeve
do të vazhdoj të jetë një nga kërkesat e mia kryesore dhe unë do t'ua shpjegoj domethënë se ku qëndron kjo, edhe me këtë që sapo thash, krijimi i një sektori të mirëmbajtjes dhe një sektori të ndërtimit brenda njësisë varëse të ndërmarrjes komunale që i themi në shpesh, por në fakt e kemi emërtuar mirëmbajtjen urbane. Kemi siguruar nëpërmjet kësaj ndërmarrje ashtu kurse thash një rrugë në lagjen e re, të shtruar me kosto më të ulët, por që u vjen në ndihmë atyre qytetarëve, por njëkohësisht edhe në periferi, në Dukas, në Rerës, por edhe midis blloqeve të pallateve, atje ku ka sheshe të pandërhyra ndonjëherë në ndërmarrje komunale, për të siguruar atë lloj shërbimi që atyre qytetarëve mund të sigurohet edhe nëpërmjet kësaj infrastrukture, sepse sigurisht që duke përmirësuar infrastrukturën, përmirësohet edhe cilësia e shërbimit. Këto rrugë që janë të shtruara tashmë sjellin më afër edhe shërbimin e pastrimit, sepse shtrihet edhe gama ose shtrihet terreni ku shtrihet shërbimi i shërbimit, pasi në të gjitha rrugët e reja të cilat kanë përfunduar rikonstruksionin, kanë përfunduar investimin, ka filluar ndërmarrja komunale të siguroj edhe platformat për vendosjen e koshave, duke çuar shërbimin e pastrimit edhe në këto periferi. Por edhe përdorimi i rrës bituminoze edhe për buxhetin e vitit 2012, por edhe planifikimi për vitin 2013 që është shufishuar planifikimi në këtë zë, pasi ne arrim me një kosto më të ulët të shfrytëzojmë rrën bituminoze dhe të vijmë në ndihmë rrugëve që kanë karakter dytësor dhe tretësor në periferi. Zoja Balili, efektivitetin e përmendët do disa herë, po ju e ekonomiste. Efektiviteti matet me shifra, që do të thotë, nëse ndërtimi i rrugëve apo një brigadë ndërtimi që ka ndërtuar ka pas një kosto kaq në kushtet që si ishte realizuar kjo, sot që është realizuar kjo brigadë, ju keni koston kaq. Nëse e bën rrugë me kaq lek në administratën e parë, juve me kaq përqind më pak realizohet këto rrugë. Unë mendoj që do të ishte më mirë që të paraqitet situatën me pak shifra apo përqindje. Atëherë, nëse keni s'ka problem. Për vitin 2008 janë investuar 54 milion që ka të bëjë jo me infrastrukturën rrugore, por investime dhe infrastrukturë rrugore dhe investime të tjera. Në vitin 2009 janë shpenzuar për investime 26 milion, në vitin 2010 janë investuar 30 milion, në vitin 2011 që ka qenë viti i lënies së mandatit të një kryetari dhe marrjes së mandatit nga ana ime janë investuar 11 milion dhe për vitin 2012 janë investuar 125 milion lek investime, për të cilat unë i përmenda. Qytetarët e Patosit e dinë se sa është investuar në harxhon shumë lek. Po punë. Atëherë konvertojnë atë. Sa punë është bërë. 6 kilometër, janë 10 objekte investime. Po atëherë sa kilometra janë bërë? Po nuk ka investime në infrastrukturë. Keni bërë rrugët. Janë blerë makineri, pajisje e të tjera. Dhe nëse doni kosto reale, unë mund t'ju dërgoj një material më të detajuar për të treguar kostot reale. Por gjë që si kishte sot, sa është problem këtu tani për të treguar koston reale, sa është kosto si ka qenë. Pyetja e gazetarit. Nuk ka ndonjë vlerë të madhe për të diskutuar problemin e kostos këtu tani. Unë kisha një pyetje tjetër. Unë dëgjova nga informacione që dhat, janë asfaltuar rrugët, janë bërë rrugë të reja, infrastrukturë, që pra keni përdorur pjesë të mirë për investime dhe i ka shërbyer infrastrukturës qytetit. Unë do mendoja për disa të tjerë, sidomos ato që pam këtu pamjet në televizion, ato rrugët, jo rrugët, në falë, kanalizime dhe ujë dhe zeze që janë të hapura, ajo për mendimin tim nuk duhet ishte në atë gjendje, sepse ajo mundet me pak fonde të jedi vetë mirat, por me pak fonde mund të ishin mbuluar të paktën edhe problemet më të rëndësishme do të ishin bërë para ato. Me kryesorja, ajo do ishe më për mendimin tim.
Më duket nuk parim do të sa kuptojmë njëri tjetrin ato që po flasin. Kur në qoftë se infrastruktura e kanalizimit të ujrave të zeza, infrastruktura rrugore, do të përfundonin brenda 2 vjetëve, atëherë do të thotë që nuk ka ekzistuar pushtet vendor të viteve të mëparshme. Pra, qa ka ikur, ju çfarë keni dorë, ju menaxhoni unë jam duke thënë se çfarë kanë bërë, jo, po nuk mund të flasësh për atë që s'është bërë, që nuk ka punuar ai para meje. Ai është fakt, prandaj po ju them ta ngrim çik nivelin e vërtetës se nuk kuptohet. Prandaj problemi është. Atëherë të lutem, nëse do të përfundoni thash brenda 2 vjetëve, që tham duhesh e mbuluar edhe ai kanal. Ato paraqiten rrezikshmëri për banorët. Mund të ishin mbuluar në një formë me investime më të pakta, të shërbyer, deri në kohën e zbatimit të një projekti të studiuar mirë për këtë problem. Jo, zotëri, nuk punohet ashtu. Që ajti mbulojmë atyre kanalizimet e ujrave të zeza, në qoftë se nuk do të bëhen me projekt. Lutem, në qoftë se nuk do të bëhen me projekt dhe nuk do të ketë investime të mirëfillta, atë që mbulon tek një pjesë e banorëve do të dalin në një pjesë tjetër të banorëve, se nuk ka se si projekti i kanalizimit të ujrave të zeza duhet të jetë përgjithësues, sepse do të filloj nga fillon, do të mbulohen të gjitha familjet dhe diku do të ketë daljen. Nuk do t'ja lësh një familje tjetër, mbulove atë që nxorë ti sot tani në kronik dhe do të dalin atë pjesë që ti nuk e dhe në kronik. Në kronik ka vite, në gjendje dhe ashtu ka për ngelë si ka fjalë veture. Ndërsa unë jam duke ju thënë që këtë buxhet që bashkia ka dhe të gjitha përpjekjet që bën bashkia për të rritur burimet financiare të buxhetit e bën për këtë qëllim, për të mbuluar sa më shumë hapësira të këtyre shërbimeve, për të mbuluar dhe atë kronikën që ju nxorët, për të mbuluar edhe ato që ju nuk e keni nxjerrë, po ju siguroj unë që ka edhe të tjera që po ka shumë. Po pra ka. Po janë objekte, nuk mund të mbulohen ashtu sikurse i thoni ju me një letër të bardhë, të mbulosh kanalizimin e ujrave të zeza, sepse nuk duhet ta nxjerrë kronika. Jo, kronika. Mirë, duhet të investuar drejt asaj që të jetë sa më me nevojshme. Unë jam duke ju thënë që është një buxhet, pra është një buxhet që është transparent dhe është i mirë detajuar sepse është konsultuar dhe me publikun. Buxhetet e bashkisë së Patose, të paktën që kur unë drejtoj në atë bashki, janë bërë transparente dhe është marrë mendimi i komunitetit, është bërë dëgjesa me të gjithë faktorët, me të gjithë aktorët dhe me të gjithë grupet e interesit. Dhe ashtu sikurse edhe buxheti i vitit 2013, edhe të gjitha buxhetet 2011 pjesa që unë mora mandatin, pra 6 mujor i vitit 2011, kemi ndërtuar një model të ri për të konsultuar buxhetin. Kur ne i themi, kaq është buxheti, ku do ta kaloj? Atëherë, kush janë më imediate? Është kjo? Absolutisht, ju them edhe një herë. Asnjë buxhet i deri tanishëm nuk mund të mbuloj asnjëherë kërkesat që kanë komuniteti. Nuk diskutohet me se mbulon. Absolutisht jo. Ne po themi ato prioritare. Në lagjen Griz është i gjithë pa mbuluar me kanalizimin e ujrave të zeza. I gjithë bloku i lagjes Griz. Ku ne kemi përfunduar projekti shkon deri në 70 milion lekë kanalizimet e ujrave të zeza. Por ka një gjë, në qoftë se unë do shtroj një segment rrugor, kanalizimet e ujrave të zeza nuk mund ta bësh kështu, sepse atë që sjell nga një blok i një lagje do të mbetet i zbuluar në një blok. Pra nuk mund, dhe projektet prandaj janë adresuar të tilla që mos bën projekte pjesore, por të mbulojnë të gjithë bllokun me qëllim që të japim zgjidhje një herë mirë dhe të japim drejtimin e duhur ujrave të zeza. Mos ngelen përsëri të pahapura. Ja heq një bloku dhe ja përplas një bloku tjetër. Por, me ndërmarrjen tonë komunale, ne kemi bërë dhe ndërhyrje të tilla. Kemi ndërhyrë në Dukas në disa kanalizime të ujrave të zeza. Kemi ndërhyrë në Margëlliç, kemi ndërhyrë në Rerës, kemi ndërhyrë në Griz. Pra, janë këto investimet ose këto shërbime që ne mund t'ju sigurojmë qytetarëve me atë buxhet që kemi. Dhe nuk do të thotë që ajo kronik nuk tregon që nuk është bërë punë, domethënë me ndërmarrjen tonë apo qofshin ato pak investime që ju thoni që mund të bëhet. Ajo tregon problemin në fjalë. Pra, nuk është kaq. Të lutem, jam unë që po them, nuk është kaq, është shumë herë, është 10 fish më shumë. Patjetër, po të investigoj. Po ju them edhe një herë, lagja Griz, lagja fundore 29 marsit, lagja Gropallarët, lagja Dukas, një pjesë e lagjes Dukas, por pjesa më e madhe, lagja Rerës,
lagja Margëllish, një pjesë e lagjës Margëllish, lagja Kuqar, janë të pambuluar me kanalizime të ujëra zeza të tri. Nuk po fshe realitetin, po e nxjerr realitetin, sepse dua që të siguroj njerëzit që bashkia është koshjente për çfarë e pret dhe çfarë duhet të përballojë. Por asnjëherë nuk janë të mjaftueshme burimet financiare të deri tanishme, nëse ne nuk do kemi. Ju lutem. Në qoftë se ju nuk e kuptuat çfarë është renta, unë ua shpjegoj sepse nuk e kam bërë prezente. Jo, renta e kuptua, po flas konkretisht çfarë bë, renta dihet. Jo, se nga që më tha që qytetari nuk me qytetarët unë kam komunikuar dhe e shpjegoj se çfarë është renta minerale. Ka nevojë për rentën. Do flas me termin ligjor sepse nuk mund të them që ka ca lek qeveria për të më dhënë, por nuk po më jep, Kështu që le ta. Ishte tjetër pyetje, atëre unë do të shtoja. Atëre jo, unë do t'u sqaroj dhe juve. Renta minerale është një taks kombëtare. Po e di atë, renta minerale me pasuritë natyrore që mbulon një bashki e juaj. Ju merrni përqindjen e kompanive të huaja apo të Alpetrolit. Përse qeveria nuk ja adreson ose nuk ja jep pushtete vendore të detyrim ligjor. Është ligj. Ligji ka gjykime, ka akuzon. E merr me ligj, me gjyq. E merr me gjyq. Sta jep qeveria, merr me gjyq. Unë e di që jeni gruaja fuqishme. E keni marrë me gjyq. Ju keni marrë me gjyq. Jo pak lekë keni marrë, paket nuk di hollësira, po jeni grua që keni luftuar dhe keni marrë lekët. Ajsa, besoj keni marrë më shumë nga tjerët, me sa di unë. Keni marrë më shumë nga tjerët. Ndoshta nga të tjerët, por që në momentin që unë arrita të marrë rentën e vitit 2011, qeveria menjëherë në mos ka pushuar dhe nga puna. Komplimenti im ky ishte. Jo, unë e nisa me kompliment. Menjëherë ka dalë vendimi i qeverisë për shkrirjen e rentës në formulën e transfertës pa kushtzuar. Qeveria mund të bëjë shumë gjëra. Kur ne, atëre po. Pastaj është populli që atëre unë nuk jam shoqëria. E beson as e beson më. Jam pushtet njësi vendore, të cilat mbështeten nga qeveria qendrore me financa për. Ti e morë rentën me zotësin tënd, edhe pse s'desh qeveria ti e morë. Do të thotë që ti ke treguar, nuk e di të fsheu, unë di që e more. Po pikërisht pra. Ashtu. Atëherë pse s'vazhdon po të them qeveria për vitin 2012 dhe 2013 janë. Ndërsa në vazhdim të bisedës, mendoj zoti nëse më jep lej. Po vazhdo, jeni diskutim. Ndërhyri pak ky Vasfiu. Zoti Balla. Edhe besoj se logjika e ndërhyrjes ishte kjo, që Bashkia e Patosit numëroi disa arritje. Zonja Balili, jam i sigurt që janë gjitha arritje ato. Unë jam dakord me këtë që nuk realizohen gjërat të gjitha sepse kërkesat janë në progresion aritmetik, ndërsa plotësimet, mundësia për t'ia dhënë njerëzve është shumë e vogël. Pra kërkesat janë në rritje, po mundësia për të realizuar këto është shumë e vogël. Por logjika e pyetjes edhe ndryrjeve që bëm ne, që ma merr mendja staj më për keq këto ndryrje që bëm, sepse sqarohet një opinion, edhe përmendet disa herë nivelin e bisedës, po mendoj që biseda, edhe pse nxehet çik, prap është interesin tënd, edhe atyre që dëgjojnë, është interesin tënd, sepse ti nuk je llogari këtu, nëse jemi ekzekutivi, që të kemi thirrur ty për të dhënë llogari. Nuk je llogari, ne bëjmë bisedë, mendojmë që mirë kuptohemi për ato që bisedojmë, por logjika ishte kjo e fjalës tuaj, që ju numëruat këto suksese që keni arritur, këto arritje, këto mundësi keni bërë, keni realizuar në shërbim të qytetarëve të Patosit, por ama ka një gjë, zonja Balili. Nëse në një lagje mungojnë ujërat e zeza, nuk bëhen trotuare në lagjen tjetër. Mendoj unë, ne jemi në bisedë lirë. Nëse pse, edhe rruga ka interesa, sepse në rrugë ti mbështet biznesin, ndihmon qytetarët, vën lëvizje, prap biznesin ndihmon. Që du të ndihmosh biznesin. Unë nuk e di sa biznese kanë falimentuar në Patos. Edhe kjo është një nga dobësitë është edhe të bashkisë, të pushtetit vendor. Pse? Biznesi duhet inkurajuar që të eci. Nëpërmjet rrugës biznesi ecë. Por nëse mungojnë kanalet ujëre zeza në një lagje fund e krye, do mbyllet dyqani, njerëzit do të mërzitet jeta, se këto e problemetike. Jo rritet kosta nga rruga e keqe. Prandaj radha nëse lejohen këto. Jo ka dhe kritere në zbatim e projektit. Cili projekt zbatohet? Do të thotë, ti thua mora mendimin e qytetarëve. Ti ke marrë mendimin e qytetarëve atyre që janë në rregull me ujërat e zeza, kanalet e ujëre zeza janë në rregull, por ti do të shtojmë në rrugën tani. Po unë mendoj, pushteti vendor duhet të shikoj pak më, do të jetë më i paanshëm, do plotësoj kërkesat jetike njerë.
Zonja Balili. Mendoj unë. Thatë që mos ta acarojnë bisedën, në faktë nuk po acarojnë. Jo për ta acaruar, po the niveli bisedës. Që edhe pyetjet tuaja. Jo the niveli bisedës. Ashtu siç duhet. Ne avë ke kur thonë niveli bisedës. Tani ju po bëni një akuzë direkte, një anshmëri? Jo një anshmëri, po thash duhet marrë radha e punës. Po pra, edhe kjo është akuzë. Nga problemet me emergjente. Mendoj, jo akuzë. Ju e vini në dyshim që nuk janë bërë investimet me emergjente. Po ju numëruat disa realizime. Pra, ju e vini në dyshim që nuk janë emergjente? Po thatë ju vetë në disa lagje mungojnë. Po sigurisht, pra mungojnë edhe atje ku unë e shtriva këtë kanal të ujrave të zeza, pra në qoftë se thash janë bërë 3.6 km rrugë që nuk janë bërë për 4 vite bashkë në një mandati, janë bërë brenda një viti, po kaq kilometro janë shtruar dhe kanalizimet e ujrave të zeza, të tubacionit të ujësjelësit, të trotuareve, të gjelbërimit. Dhe kjo do të thotë që në qoftë se me një buxhet ne arritëm kaq, do të shikojmë tani se kush janë prioritetet që na. Pa gjelbërim mund të rrijë qytetari, një minutë, më fal. Pa gjelbërim mund të rrijë qytetari, edhe rrugën me gropa i mësone. Shqiptari ka vite që. Në qoftë se ju keni këtë standard jetese, objekte që po. Prit, kjo standardi është ky. Domethënë, në qoftë se ujrat e zeza kanë shpërthyer rrugës, do ecin gropa, s'do lulishte fare, po do në radh parë kanalizohet ujrat e zeza, t'jenë të mbyllura ujrat, sepse kjo ka shkakton sëmundje e tjera. Nuk janë të ujrat zeza që dha kronika në Patosë, to janë pjesët e ku derdhen ujrat e zeza në lagjen e re, mundet të jetë në lagjen e re, që është pjesa e poshtë pallateve që bashkohet me kanalin ku këto derdhen. Janë probleme etike. Janë probleme etike, po sigurisht që janë probleme etike. I di unë shumë herë më mirë nga ju, sepse ju nuk jeni banor të qytetit të Patosit, dhe sa jetike janë. Por sigurisht që flasin dhe ata. Ju referojmë aty. Po nuk e di tani. Se nuk po kuptoj edhe pyetjen. Pra unë them që me këtë buxhet un kam arritur të bëj këtë. Ju thoni tani po ja këta qytetarë, po sigurisht do ketë ankesa qytetare. Prioritetet kujt do t'i jepet? Po prioritetet janë përcaktuar, nuk e përcaktohet as ju këtu në studio, as unë këtu që po. Janë përcaktuar gabim që janë përcaktuar nga ata njerëz që kanë këto kërkesa. Janë përcaktuar dhe këto unë të siguroj që janë përcaktuar nga njerëzit atje nga komuniteti. Dhe jo vetëm kaq. Kur konsultohem me përcaktimin e prioriteteve, konsultohem dhe në momentin kur unë e bëj projekt buxhet, konsultohem dhe në momentin kur unë e marr vendim, pra është marrë dhe vendimi i Këshillit, konsultohem përsëri me komunitetin që përfiton drejt për së drejti nga projekti, duke u bërë transparente çdo nga vlerat e planifikuara, projekti në tërësi, në zyrat tona, ftohet pjesa e komunitetit ku kalon investimi, duke i interpretuar edhe nga ana teknike çfarë mbulon ky projekt. Dhe qytetarët që marrin pjesë dhe bëjnë vërejtjet e tyre dhe ne i rishikojmë në projekt dhe pastaj fillojmë zbatimin. Po kryetare, kisha edhe një pyetje tjetër në lidhje me shqetësimin e erpaseshëm që u është kthyer në fenomen atë të lëkundjes së tokës nga si thuhet nga veprimtaria e kompanive naftënxjerrëse, e cila ka prekur edhe qytetin e Patosit. Ju keni qenë shumë indiferente realisht. Sipas komunitetit, sipas patjetër. Pasi kryetarët e njësive të tjera vendore kanë qenë aktiv në zgjidhje e problemit, ndoshta është dhe mendimi ose perceptimi im i gabuar apo atyre që mua më kanë informuar. Problemet e lëkundjeve të tokës sigurisht që janë të ndjeshme edhe në qytetin e Patosit. Por fakti që kompanijat cilët ju i referojni nuk operon me kaq sa operon në zonën e Zharzës dhe të Marinzës. Sepse atje në Patos Bankersi ka vetëm 4 puse dhe nuk janë veprime operacione të kryera tani. Janë operacione të kryera më parë, tani ato janë në shfrytëzim. Dhe sigurisht që nuk kam ndëjtur indiferente, pavarësisht asaj që ju sapo thatë, unë kam mbledhur në mënyrë urgjente Këshillin e Bashkisë, ku kemi bërë dhe një denoncim prokurorisë për të marrë me këtë çështje, për të dhënë ata interpretimin profesional ose për të kanalizuar organet kompetente për të dhënë versionin profesional dhe ligjor që ky fenomen nuk shkaktohet për shkak të proceseve që zbaton kjo kompani apo teknologji,
apo ndodh për shkak të tërmeteve që janë të regjistruara në të. Po sigurisht, çfarë mund të bëj kryetaria e bashkisë? Më thoni. Ka rrugë tjera institucionale ligjore. Ndërsa të lutem, institucionale ligjore, pra unë jam drejtuar prokurorisë, ju thoni ka edhe të tjera. Po dhe ministrive përkatëse. Po dhe ministrive. Denoncim është. Ka dërguar një letër Unë prokurorisë. ka bërë denoncim. Kur unë them që ja kam dërguar qeverisë, ju thoni pse nuk je drejtuar gjykatës, pse se ke bërë denoncimin. Kur unë them për një fenomen tjetër, jam drejtuar gjykatës, dhe janë drejtuar prokurorisë, ju thoni pse si drejtorin qeverisë, janë drejtuar zotëri, janë drejtuar. Po sigurisht, por nuk të lëra, domethënë kompleksiteti. Janë drejtuar, jo problemi i kompleksit ton. Po pra, po e njoh unë më mirë problemin e qytetarëve. Besnik, e njoh unë më mirë problemin e qytetarëve se sa ju që vini një herë merrni një intervistë. Ja, s'është. Ne jemi në kontakt me qytetarët. Një gjysmë pyetje, të lutem. Auditi brendshëm. Qytetarit patosit, ose qytetarit e firmë bashkë. Jo më mirë sa ju problem. Ja ta përfundoj këtë. Zonja Mona. Dhe ta përfundoj këtë dhe sigurisht që dhe në momentet kur qytetarët e Zharzës apo diku tjetër se më duket vetëm Zharza është ngritur, sigurisht që nuk ka qenë mbështetja e qeverisë, por janë ngritur në mënyrë të alarmuar, në mënyrë të pa organizuar, janë ngritur për probleme spontane, të alarmuar nga i problem që ndodh. Dhe sigurisht është një problem për cilën ne e kemi bërë prezente edhe organizmave të tjerë. Unë jam takuar edhe me ambasadorin kanadez për shkak të shoqëria kanadeze vepron në këtë ambient dhe vetë me drejtuesit e kompanisë, por në qoftë se ata arrin që mua të më japin argumentimin shkencor që kjo nuk ndodh për shkak të proceseve, atëre unë da jam drejtuar organeve vendase për të bërë ballafaqimin e atij argumenti që këto dy faktor i japin, sepse ato janë grupe interesi, atëherë duhet edhe të bashkohen edhe grupet e tjera të interesit të ballafaqojnë argumentimet e tyre nëse ndodh për shkak të tërmeteve apo nëse ndodh për shkak të. Dhe tani s'ka përgjigje zonja Beli. Deri tani nuk ka përgjigje dhe unë nuk kam se si të ngrihem dhe të them që po ndodh për shkak të këtyre fenomeneve. Nuk jam askushi dhe nuk jam. Ju mund të mos thoni ashtu, pa ma që të ngrihen qytetarët e bashkisë tënde të tronditur në mëngjes, që edhe ju keni pësuar të rënditje. Po. Ju të prisim me vite për ekspertizën dhe kjo. Atëre unë po ju a bëj në studio më thoni një propozimin tuaj se çfarë duhet të bëj për të shmangur këtë fenomen. Ju lutem, me qenë se po e gjykoni kështu problemi. Kur unë them, jam drejtuar organeve kompetente, kur jam drejtuar qeverisë, kur unë jam drejtuar ambasadës kanadeze, vetë shoqërisë, dhe më kanë dhënë këtë argumentim. Më thoni kush rrugë ka ngelur e pa shfrytzuar që unë të mund të ta shfrytëzoj. Të drejtë, vetëm se këmbgulja për të shtuar një përgjigje të saktë banorëve që ju qevernisi do të ishte rruga më e drejtë se sa ajo që jeni në pritje të. Jo. Ju meni përsipër që unë nuk kam komunikuar me banorët. Ma dhe kam komunikuar. Çfarë përgjigje ku e këtyre banorëve? Po pra këtë përgjigje. Ti s'ke asnjë përgjigje në studio, domethënë që banorët jam drejtuar këtu, jam drejtuar ty, s'kam përgjigje. O besnik, lutem tani jemi në studio dhe po jemi live drejt për drejt. Unë po ju jap gjithë informacionin, ti thua ti nuk e arrin të japësh qytetarëve këtu në studio çfarë përgjigje. O zotëri, unë po ju pyes si gazetar, çfarë opinioni keni ju ndaj gjithë kësaj këtyre masave që unë kam marr ose gjithë këtyre përgjigjeve në presë? Çfarë sugjeroni juve? Që institucionet vendore kanë qenë indiferente në lidhje me zgjedhjen e problemit, pasi ky problem ka vite që është prezent në teritorin e bashkisë tuaj. Atëherë ja lëm dëgjuesve ta gjykojnë qëndrimin tëm dhe qëndrimin tim. Unë po ju them edhe një herë, jam drejtuar organeve kompetente, jam drejtuar qeverisë, jam drejtuar dhe organeve që drejtojnë këto kompani dhe kanë dhënë përgjigje shkencore dhe unë nuk mund ta mohoj në qoftë se vetë vendi im ose qeveria ime ose organet gjyqësore nuk reagojnë ndaj këtij fenomeni, atëre opinioni jot që nga që unë duhet nuk e di se çfarë rruga, akoma nuk e kuptova se çfarë rrugë duhet të ndjej. E kuptoj që se kuptove, po. Problemi jo, s'është e pasfigueshme nga ju. Të lutem. Ju si funksionon auditi brendshëm juve? Si funksionon auditi brendshëm? Atëre, bashkia e Paposit, si ndoshta jo shumë komuna dhe bashkitë të tjera, e ka auditin në strukturën e vet. I përbër nga tre punonjës që janë të licencuar për të kryer auditin e brendshëm. Ai kryen auditimin e gjithë performancës,
sipas ligjit që ata e kanë funksional për auditimin, por njëkohësisht ne jemi dhe subjekt i audituar edhe nga kontrollet e jashtme. Ky është kontrolli i brendshëm, ndërsa kontrollet e jashtme janë kontrolli i lartë i shtetit dhe çdo kontroll tjetër i qeverisë kur fondet janë të drejtuara nga qeveria, kanë të drejtën e auditimit të destinacionit të atyre fonde. Kanë zgjedhur probleme të rëndësishme, abuzive apo për periudhën që unë jam. Po, patjetër. Atëre, për këtë po flas. Sigurisht që nuk ja lejoj vetes një të dalin probleme abuzive, sepse ndaj thash jam ekonomiste dhe më shumë se çdo njeri, një ekonomist dhe një jurist e njeh ligjin dhe përpiqet ta zbatojë atë. Por nga kush varet auditi? Auditi i brendshëm. Auditi i brendshëm ka edhe varësinë dhe pavarësinë nga unë. Por le të flasim një moment tjetër kur vetë kontrolli i lartë i shtetit të kalojë dhe të flasim për raste abuzive dhe të tjera probleme. Nëse do të kesh. Por gjë që nuk ndodh këto. Tani ju keni disa komuna apo fshatra në varësinë të Bashkisë Patosit që merren me bujqësi. Unë do t'ju pyesë juve. Çfarë ndihme u jepni atyre nëse u mblidhen taksat? Mblidhen taksat rregullisht dhe ku I çonin këto taksa? Ja keni prap tokës apo investime përsëri në bujqësi? Atëherë, komunat janë njësi vendore më vete dhe nuk varen nga Bashkia e Patosit. Fshatrat e gjena të banuara. Ndërsa fshatrat, nëse do t'i konsideronim, fshatrat nuk mund të quhen fshatra, janë periferit të cilat janë pjesë e Bashkisë së Patosit. Sigurisht aty ka vepruar ligji 7501 dhe ka fermer dhe në Ullishte dhe në Toka Ar dhe mbledhin edhe tokat për kaq sa ata janë të pajisur me tapis, sepse në Bashkinë e Patosit ka ndodhur edhe një fenomen I tillë që nuk ka përfunduar pajisja me aktin e marrjes tokës në pronësi për shkaqe të ndryshme, që para disa vitesh tani ka dalë ligji I ri për vazhdimin e procesit për t'i pajisur me dokumentacion dhe këto taksa që grumbullohen nga ky komunitet sigurisht që shkon për infrastrukturën e këtij komuniteti. Është kjo rruga që u shkon fermerit në Dukas, është kjo rrugë që u shkon fermerit në pjesën tjetër të Dukasit, por njëkohësisht ne ndërhyjmë edhe atje kur ka bashkim fermerësh për hapjen e rrugëve në parcel, ndërhyjmë me ndërmarrjet tonë komunale për të shtruar rrugën dhe për të siguruar kalueshmëritë aty dhe për të shërbyer tokave që ato kanë. Kemi patur disa raste ndërhyrje të tilla dhe tani edhe vetë njerëzit po ndërgjegjësohen që duhet një rrugë e përbashkët edhe pse në pjesën, sepse ka ndodhur edhe një gjë me ligjin 7501. Nuk është zbatuar për mua një tregues shumë I rëndësishëm për të lënë një sipërfaqe që do t'u shërbej me infrastrukturë rrugore këtyre shërbimit të këtyre fermerëve. Pra janë dhënë në kufizimet rrugë me kanal. Pa lënë absolutisht asnjë hapësirë për të ndërtuar një rrugë që të shërbej fermerëve. Këtë mund të realizojë Bashkia? Po sigurisht. Edhe konfliktet, dhe si zgjidhni konfliktet ju, se këto janë konflikte shumë serioze që bëhen. Konfliktet janë serioze dhe janë për shkak të këtij fenomeni të mos përfundimit të procesit të pajisjes me aktin e marrjes tokës në pronësi dhe të raste të ndonjë mbivendosjeje të Sigurisht që ne përpiqemi të shmangim konfliktet, por dhe njëkohësisht të shmangim konfliktin, por jo të zgjidhim problemin, sepse ligji nuk na e ka lejuar deri tani. Tani që filloi ligji dhe ne kemi ndërtuar dhe programin ku janë të përfshira edhe struktura të tjera për të zbatuar pajisjen me dhe ndoshta kjo do të përfundojë dhe zgjidhjen e të gjitha konflikteve. Ndoshta do të ketë një konflikt tjetër sepse ti shërbesh 20 vjet një tokë dhe ta lësh nuk është kaq e kollaj. Por fakti që konfliktet do të zgjidhen rast pas rasti dhe sipas natyrës që do të paraqitet. Do të konkurroni për në këtë zgjedhje, si e keni pozicionin tuaj? Për çfarë zgjedhje? Në zgjedhjet tani që do të bëhen. Në zgjedhjet e përgjithshme vendore, të konkurroj unë si subjekt apo unë si person? Jo, si jeni si kandidat për deputete. Jo, absolutisht, kam marrë një mandat dhe unë nuk e quaj mandat në fakt, në qoftë se do ta mësoni nga unë e kam marrë si një projekt që do ta zbatoj deri në fund
dhe ati komunitetit për çfarë kam premtuar, jo vetëm që brenda këtij 2 vjeçari e kam të i kaluar atë që kam premtuar, por nuk është ky qëllimi, thjesht dhe për shkak të premtimit, por çfarë unë kam me shpirt dhe me zemër për t'u afruar qytetarit Raimonda Balili dhe gjithë qytetarëve të tjerë të Bashkisë Patosit, duke konsideruar veten të barabartë me gjithë qytetarët e tjerë, sepse jetojnë në të njëjtat kushte, në të njëjtat pozita, të cilat dhe unë dua një jetë më të mirë, standarde më të mira jetese, ashtu si kushtet të gjithë të tjerët. I besoni aleancës së majtë dhe si parashikoni këto si zgjedhje? Unë thash që ndaje nuk e konsiderova mandat, e konsiderova projekt për të futur një çik më shumë në diskutim teknicjenësh, por gjithsesi aleanca, derisa ka marrë vullën përfundimtare, e konsideroj një aleancë gjithëpërfshirëse, e konsideroj një aleancë në fundit. Gjërat në Shqipëri kanë hecur një çik keq, krijimi 100 subjekteve politike do të thotë që secili, domethënë e ka konsideruar krijimin e një partie politike hapjen e një vendi të punës, për shkak të mungesës së punësimit. Edhe duke parë, për shkak të mungesës së punësimit ka krijuar modelin e partive politike. Kështu që krijimi i aleancave për mua tani bën që ndoshta të filloj të përqendrohet alternative majt të alternative djathtë. Dhe duke luftuar për 2 alternativa, edhe ndoshta qytetarët do të jenë më të prirur që të japin majtas apo djathtas votën e tyre. Kush program është më i qëndrueshëm edhe më i rëndësishëm dhe më afër tyre për ta votuar dhe mos të reket me 100 parti që nuk di, domethënë vetë numëroj më apo dhe pastaj të besojnë në programet e tyre. Po, faleminderit. Ballafaqimi, nderuar shikues, ballafaqimi ndërmjet kryetares së Bashkisë Patosit Raimonda Balili dhe gazetarit Enver Sheu dhe specialistët ekonomistë Vasil Balla këtu ka përfunduar. Unë ju falenderoj që na ndoqët, falenderoj të ftuarit e mi në studio deri në emisionin e radhës, natë e mirë dhe mirëpafshim.